Respekte. Jo, kështu. Kështu. Jo, kështu. Kështu. Ai që bën kështu, ka shkuar SPAK. Ku ka shku? Në SPAK. Për 21 janari. Dëgjoj këtu. Do them një gjë. Këta e përdorin shumë njerëz me, po të përdorësh ta do thotë se ti je njëri i sinqert. A është ai që e ka krijuar këtë? Jo, ajo është sade ish personel i regjimit të kuj, Dreshit Mallkuan Nërhoqa. Do rikë tani juve? Jo, Berisha do shkojnë SPAK për 21 janari. Dëgjo. Është një temë ka kaq vjetë. Ka kaq vjetë. Sali Berisha, po të ishe në një shtet demokratik në Evropë ose në Amerikë, do kishe burë të përjetshëm. Jo njerë për 4-5 herë. Jo vetëm për 21 janari, thonë ju, po edhe për doma të tjera. Jo, themi edhe, po t'ja punë, e para. Firma piramidale, që e u gjvesh populli, pjellë vjeku lekun. Edhe dele atje dhe thotë që leku është i pastër. E në fshatarët e shket nuk lanë bakti, lope, gomare, pasuri, mere, shit, edhe e ka të ndisit të vërë, edhe heri puna, gjithë pasurie e popullit që këtë shkorat. Kjo ishte një? Një, e dyta. Vim të kë hodhi ra shteti brenda minutit. Ra shteti brenda minutit. Mori veriun e hodhi në kundërveprim kundra jugut, dhe në edhe dhe shtata beri atë që sot e vojmë edhe sot. Pra ti po thua që Berisha bëri këndasim veriu? Pa i ishe president, a i ishe kryeministër. 2. Kush fitoi më shumë në ato, veriu apo ju? Kush fitoi më shumë në ato? Pra kush ishte më i fuqishëm, veriu apo ju? Jo, këtu nuk ka fitim. Këtu e pësoj populli. Nuk ka fitim atë. Këtu nuk ka, këtu beri për qarjen. Të përqaj unë popullin, unë jam në jugu, edhe të urrej unë veriun, ne mi shqiptar. 2. E treta, erdi problemi i 20 janarit, mund të protestoj, mund të bëj, por të rriu në atje për teja, ose ti me mua, edhe të hapet zjarë. Unë e di si hapet, e kush e jep urdhërin, aje ka thënë vetë tani, aje u shpreh që është krim shtetëror, po pa dashje. Ku ka krim shtetëror pa dashje këtu më burë? Ti ke vrarë 4 vetër në trotuar. Edhe lënë ata. Pse pikërisht të vej në organet më të lartat evropiane edhe ta përcaktoj që është krim shtetëror? E mos ta përcaktoj gjykatat e prokuroria shqiptare? Se ndodhë? Kjo ndodhë sepse janë servilat, janë të paaftit, lere këtë e zësho, edhe mbroj mua që unë ka bërë krim, edhe lene të që zësho. Teza e ish-kryeministit ose Berishës është që thot, unë thjesht e bëra këtë përmbrojtje, por fajtori thot ai është opozita e asaj kohe që mblodhi popullin shesh. Zotëri, unë do protestoj. Kam dërrejt të time, ma e ligje do protestoj. Ti s'kem që të mash snajper, aja tha shprej u vetë. Një snajper e kisha lartë të ratë, një kisha të tera, një kisha këtë. Orë të lutem shumë kush i vrau. Ti e kryeministër, lutë basha ka qenë ministri brendshëm, kush e dha urdhërin? Të dali, kush e dha urdhërin? Të vrasu ti duke ndaj me mua në bulevard? Ja, ka iku 4 jetë njerëzish. Qajnë fëmijët për baban. E kuptoni? Në sa shifni një situatën në vend. A mendo se do ketë një tritje shile në fund tunelit?
Mund të zbardhet kjo ngjarje? Kjo spaku të shkoj edhe zbardhet, edhe kanë, jo ka mundësi, ka shumë mundësi. Pavarësisht, harrohet, po nuk, kalon koha, po nuk harrohet. Gjaku, ata, spaku unë kam besim të spaku që do të shkoj deri fund edhe të verë për para përgjegjësisë, kush do qoftë, edhe unë t'jen. Qoftë se unë kam dhe në urdhër, kam bërë këtë të vete atje ku e meritoj. E kupton? Sepse ka vrarë njerëzit. U bën gati 13 vjet e spaku ende nuk ka një përgjigje të saktë. Ajo është, Çfarë mban peng spakun që t'japi një asgjë se banë. Është që ke vështirë sepse do t'i kalojë nga aja që të vete zheja. Do me thënë, rrjedhë dhe zjerit përgjësit, e se cilit. Kush këmban përgjësi? Kush e të dhe, një për një. Një dhe të vetë, edhe se cilit dhe marrë atë që meriton. Unë për këta, edhe unë, ti tjesh, të vesh ti atë me mua, të shkojmë kaluj rrugës, të marrë plumbi, të më vrasit, nuk ka farë. Kështu është. Qofsh mirë je gjithmonë gjigant. Ju jeni të mrekullueshëm. Tani unë ku do ta shikoj këtë emision? Do dali tek Shqeto. Në YouTube, ti lëshon Perla. Kur do. Përshëndetje, si jeni? Po se më luaj se kam punë me plumat, lutem. Me plumat, Berisha është spak sot. Si the? Berisha ka shku në spak sot për Berisha thet qafën, ma hiq qafën. Berisha ka shkuar në spak. 21 janari. Po lëve kësa herë ka vajtur. Sa që ka thirë spak? Ka vjetë, a manë se në hangërën, po i ka tani. Ti si e mendon këtë? Po hi që të vajtoj këtu. Novela. O të keqë jyshi, e mori lumi në po i këtën, spak. A i vajti 3 vjetë dhe për spake në për konferenca, dele, bënë. A do zbardë një 21 janari apo? Valla, gjuna për lesëm 30 mishë dhe kam qenë në ditë aty. Jo, nuk isha... 30 mishë për Berisha? Për Berisha? Jo, për kombi. Kombi kishë kur ishe në veri për i këtën. Je nga Vlora? Në Arusha, në Ujku. Lartë. Mali Tartari, këti Tartari po bje? Vlora ka marrë zhvillim? Zhvillim mirë, zhvillim kanë marrë, dhe bëndi ka marrë zhvillim. Ka marrë lumi Vlorën apo ka marrë det? Kush? Vlorën, ka marrë lumi apo det? Jo, Vlora ka qënë, është që do tjetë patriote, me gjithë vlerat që ka, me unitet, me dashuri për atë beun, me vlerat pa para. Si po duke ndo zhvillimet e fundin Vlorë? Po mirë, hajdo. A ju bëjnë e qikë punë e tuneli Llogarasa? Po si së bënë, po që bënë, kanë vjetë, po kanë vjetë gjitha vjetë. Se janë kuar Pse luftojnë, pse ata do vinë, pse luftojnë për të marrë një vend në shtetë. Po shputu një gjako, ndërshmëri kisha herë në asko. Kishe ndërshmëri apo frikë? Kush? Frikë ligji dhe po dhe ndërshmëri kishë për të. Po, ma dënuan babajnë tim një vitë burë, për 2.200 kg të vëqitë. Kur u bëra unë Sarakën, më kërkon një dëshmëri penalitet babaj, se shënova në biografi, kam pat babaj një vitë në burë, më kërkon dëshmëri penalitet. E mora thosh, një vitë burë, 2.200 kg të vëqitë, pa kujdesin të tyre, jo vjedhje. Se vjedhje, sa po se miraj, e i që të pritë e vëre, i se burve tope. Këta vjedhje miliona, shput njeri. Sa vjetë po me ato klubin Partizani. Unë jam në i familje, kam patu 400 vilim tokë bështore. Asë qenë vekë s'kanë dhe, asë qenë fshatë ku ka qenë. Asë qenë s'kanë kompensuar gjë. Për vetën e tyre i mori e Partizanin e qishin këto, se ishe brenda fisit ty, me qëndë Tiranës, jam bë miliardjerë. A mendon se do zbardhë në njëherë kjo 21 janari apo? Hajde, me mund zbardhë, shikon. Po pati në një gjyqtar me tope, do të bëjë. Po pati në një shërvit, në një dështin, sa të shumë.
Sipas te duhet një vlonjat që ta bëj këtë punë. Po jo më që vlonjati s'ka punë vlonjata, aty ka me guzim. Do të thoshë vlonjati ka gjoks. E kemi pas grop, thoshim neve. Tani është mbushur me drejt. Si ka ngel kjo shpreha, vlonjat e kanë gjuhë? Qoja që jemi na. Po tani një mot, njësoj janë gjithë, po i kësëm. Të keqe gjyshi. Ku ta shkoj gjyshin darke? Tek Shqeto, YouTube, Shqeto. Shqeto fare. Shqeto ke? Shqeto fare.